E mbani mend kur ju thoja që Spaku do të arrisë korrupsionin, se korrupsion bën vetëm politikanët, nuk më besonit. Ju kam thënë që nga korrupsion të brendshëm, ku kanë vjedhur kryesisht këto 36 vjet politikanët kryesor shqiptar të papërgjegjshëm, që s'kan ditur ta mbajnë këtë popull kaq të vogël këtu brenda, të krijonin kushte ekonomike normale për të jetuar, jo për të qenë milioner, i detyruat me një qeverisje të keqe, t'i largonit duke vjedhur pa mas dhe duke pasuruar familjet e pak politikanëve kryesor që kanë pasur fuqi me firmën e tyre këto 36 vjet, sepse nuk kanë qenë nacionalist, kanë qenë KÇK, kap qartë kapsh. Ju kisha thënë që pasi të krijohet Spaku, këtë vend do ta marrin ndërkombëtarët, do ta vjedhin ndërkombëtarët, sepse Spaku kontrollohet prej tyre dhe duke qenë se këta politikanët e radhës që kur është krijuar Spaku ka qenë dikur Berisha, cilit i bëhet presion duke e thirrur atje në gjykat, Metën duke e futur në burg, Ramës duke i bërë presion nëpërmjet rrethit të bashkëpunëtorëve të afërt, ku është ish vendas kryeministri, kryeministrja e fundit, e cila është thirrur në Spak duke pasur probleme përtej oqeanit me Gonigalin, por duke ditur të gjitha në offshore, shumica e offshoreve janë të Britanisë dhe është një nga mënyrat nëpërmjet financave të kontrolloj botën. Dhe pjesa tjetër është nëpërmjet marinës dhe shkollave, ku ajo fut studentët më të shkëlqyer të vendeve të botës të cilët kërkon t'i sundoj. Dhe offshore ngrihen nga Britania për të grumbulluar gjithë paratë në vendet e dominioneve të saj, ose në Britani, ose në bankat australiane, kanadeze dhe në vendet të tjera që kontrollohen nga Britania, e cila ju kam thënë që është në maj të deep state-it të fuqisë. Dhe ju kam thënë që kryeministrat, presidenti, kryetari i gjykatës së lartë, kryetarët e shikut, kryetarët e kontrollit lartë shtetit, duhet të kenë një farë imuniteti përpara Spakut, sepse nuk ka asnjë njeri të pacënueshëm që ka hedhur firma dhe ka bërë gabime. Por korrupsioni i brendshëm në krahas që e ndiqte prokuroria shqiptare dikurshme para Spakut, ka qenë shumë më pak i dëmshëm se sa korrupsioni ndërkombëtarëve, të cilët do na shqyejnë dhe të gjitha paratë që do fitojnë, do t'i marrin dhe do t'i përdorin për qëllimet e tyre, duke na përzanë dhe ata që mbeten duke na kthyer në sklever të tyre dhe sipas planit Kalergjit duke e popull Shqipërinë me raca të tjera, jo me etni të tjera, se të vinë Ukrainas ose Polak ose Çek, është gjysma e të keqes, ose pothuajse nuk kanë ndonjë të keqe të madhe, se janë raca jonë dhe do asimilohen me kalimin e kohës, por të vinë raca të tjera me ngjyrë tjetër, se raca ka të bëjë me ngjyrën e lëkurës, etnia ka të bëjë me gjuhën dhe me kulturën. Të vinë raca të tjera afrikane, aziatike, ku e di unë, është një tmerr i madh që populli ynë të kontrollohet nga këto. Tashmë Bajram Begaj ka dhënë 30.000 pasaporta për shtetas të racave dhe etnive të tjera që s'janë shqiptar. Kjo është e tmerrshme. Vlora duhet të vazhdojë dhe duhet të dalin të gjithë burrat dhe gratë në atë vend, dhe brenda verës këta duhet largohen dhe duhet t'i vihet plugu gjithë politikës shqiptare të këtyre 36 vjetëve, duke u krijuar parti të reja me nacionalist dhe abdetar, dhe mbi të gjitha të rregullohen disa ligje bazike ku Spaku kryesisht të merret me korrupsionin e niveleve të dyta, ku janë ministrat, drejtorët e drejtorive, pa të cilët nuk vjedhin dot presidentët, kryeministrat edhe me radhë, dhe t'u krijohet laku
në nivelet e dyta të gjithë tyre drejtuesve, pa të cilët nuk kanë mundësi të vjedhin dhe duke qenë të kërcënuar nga ligji, nivelet e dyta nuk do të pranojnë të bashkëpunojnë me të parët, të cilët kanë imunitet më të fortë. Jo imunitet pafund, por imunitet pak më të fortë që mos thirren për gjithçka të vogël dhe të jenë të kërcënuar nga ndërkombëtarët dhe pasaj t'ju japin çdo gjë që ata kërkojnë, t'ju falin dhe atë dheun për të shpëtuar bythën dhe pasurinë e tyre. Nga unë Alfred Sajko, miru pafshim në postimet të tjera të shpejta.